shikoni qa kam bërë. Si fillim përshëndetje njërë nga unë edhe nga budalla ku im. Po nejse, pse e lyeva? Kisha një ngjyrë çokolad, më duket se e kam blerë tek euro një diku te 2000 lek, që ishte si tip nuance. Edhe po thoshte që mos të lyeni në flok bjonde. Edhe unë qa bëra? Do e provoj, thash, që kam ndërmend t'i pres flokët, dua të heq komplet bjonden. Seriozisht më jam mërzitur pak flokët e gjata dhe thash po i provoj t'i lyej një herë kot për kuriozitet si do dalin. Edhe më vonë pastaj do i pres dhe do i lyej një si tip çokolate. Nuk e di nëse e keni parasysh, po një kafe shumë të lehtë, jo të errët se shu i kam vetë. Edhe po i provova, aty më duken pakës si më mirë, por në të vërtetë i kam shumë keq, në ca vende nuk më kanë marrë fare. Por që po, kaq për flokët, tani këta syt po i mbaj çik si të turbulltun, se kam darë këtu te dritarja, te dielli. Aq sa e dua, aq edhe nuk e duan syt tani, se po më lotojnë. Por që shqyqyr që na doli sot edhe unë dua vetëm të ri në diell. Sot është e premte, jemi fundjavë. Nuk kemi asnjë plan për të fundjavën. Nuk e dim si do shkoj, sepse unë sot nuk ndihem shumë mirë, e kuptoni, por që me kismet, me të parë edhe me të bërë si gjithmonë. Mami im është akoma këtu, tani ka ikur të marri pak adrolën, edhe unë përfitoj kur jam vetëm për të bërë këto hapjet e videove, për të folur pak me ju, se vetëm tani është pia qetësi. Po erdhi uragani Androla, mbaron. S'ka më qetësi pastaj. Jam vetëm me qenushin ndërkohë po los me mizat, jam futur një 2 miza këtu në shtëpi, nga që është ngrohtë sot. Nuk kam shumë punë për të bërë, por që nuk kam fuqi të bëj asnjërin. Gjithashtu po pres edhe një pako nga Temu, që ju kam thënë që porocita ato atletet, por që nuk më ka ardhur akoma. Edhe këto kohët e fundit po i vonojnë shumë këto pakot. Më përpara donin diku te 2 javë, tani duan 3 javë dhe 1 muaj të vinë. Nejse, mezi po pres ato atletet në fakt, sepse dua t'i vesh, kanë këtë ngjyrën kafe dhe për tani ajo ngjyra është super, por që nuk po vinë. Edhe shpresoj që të vinë edhe nesër që është e shtunë, që ndoshta nëse dalim të dielën t'i vesh pastaj. Por që nëse s'vinë, nejse, kemi gjatë të tjera për të veshur. Unë e fillova pak brëm në fakt, sepse dolëm, merrem shumë pak supermarket, por shumë pak, na duheshin një dy gjëra të vogla. Edhe sot tash pa hap tamam kështu që t'i flas, t'ju tregoj edhe flokët. Se aty nuk duken aq keq jo. Po nëse i shikon kështu live janë i bret. T'merr. Po ikën Andro tani. Të gjëjnë ju duhet rukitja më të fort, ju lutem. A jeni këtu apo jo? Okej.
Mirëmëngjes, ne sot po ikim në Tiranë, do ikim në Bovill. Unë nuk e di sa do mundem të ngjitem aty lart. Po, me shumë mundim do ngjitem. Më duket shumë bukur, kam parë disa video dhe do ikim në Vlorë, pastaj ndruam, do ikim në Tiranë. Nice, derisa të ikim, shikojmë edhe veshja. Kështot. Ne ishim te lodrat të dyja, babi ban ndeshjen, tani po e presim që ti ikim në shtëpi. Kështu? Mërzitet ti? Po. Vonua shumë ky babi? Vonua shumë. Do ta vrasim kur të vi. Kështu? Po editoj vlogun tani, por bashkë që tek pjesa ku kemi shkuar në Bovill, nuk ju kam folur fare. Doja t'ju flisja pak tani, duke qenë se jam edhe vetëm edhe kam pak më shumë mundësi për të folur, edhe jam pak më qetë, prisni t'ju lej një pamje këtu. Mbarova me punët edhe thash do ulem të editoj. Shkova deri te pjesa e Bovillës edhe thash s'kam folur fare. Kështu që dua t'ju flas pak tani. Siç e keni parë edhe nga video, shkuam në Bovill kështu pa plan. I kishim për Vlorë, pastaj komplet ndryshim plani, shkuam aty. Rruga deri diku ishte e mirë. Në fillim menduam se e ngatruam, po jo, pyetëm dikë dhe na tha që te e keni rrugën vetëm se është pak e keqe. Deri në Zallher më duket ishte mirë ose pak më poshtë, nuk jam e sigurt. Pastaj fillonte rrugë e keqe. Jo e keqe, po rrugë e pashtruar. Vetëm kishte disa pjesë ku kishte shumë pak gropa, jo ndonjë grop kush e di, me makina të mëdha ishte lehtësisht e kalueshme. Deri në një pjesë të rrugës, pastaj pjesa ku afroheshe për në Bovill ishte e shtruar. Ishte okay, mirë. Ne e lam makinën goxha poshtë, të them të drejtën, mund të kishim shkuar edhe pak më lart, por që çrën si ka, më mirë që e bërëm edhe në këmbë. U lodhëm pak, po të paktën e bërëm, ecëm, i liruam kockat deri në një vend të rrugës. Pastaj ku ngre kokën edhe shikoj flamurin deri ku do ngjiteshim, aty më zuri paniku. Okej, thash do afrohem, po nuk e di sa do ngjitem. U afruam, shkuam deri në një pjesë, pastaj ngela aty dhe i thash Endrit merra drolën ik ose ik ti shiko, se unë nuk vi dot. Pastaj erdhën ja dy çupa, edhe njëra më zgjati dorën të më ndihmonte. Më erdhi zor, domethënë ta refuzoja, se i binte pak si keq. Kështu që ja dhash dorën, u ngjita, pastaj thash nami u bëft, do ngjitem. Edhe jam ngjitur këmbadorës deri lart. Një pjesë ishte pak më rrezikshme, pastaj pjesët e tjera kishin shkallë edhe ndoshta mund të mbahesh çik të ekura, por që prap ishte shumë e rrezikshme për ata që kanë frikë lartësinë, ishte shumë e rrezikshme tepër. Hipëm deri lart, ishte shumë bukur, pamja tepër e bukur, ja vlente, domethënë gjitha i rrezik. Pastaj problemi ishte si do zbres poshtë. Hipa lart, po si do zbres tani. Okej, ashtu me zor zbritëm. Tani në fund, ç'a mund t'ju them,
ja vlente, se që thashja super vlente, se kishte një pamje shumë të bukur. Po për ata që kanë shumë frikë lartësit, që i kanë fobi, ndoshta dhe më keq se puna ime, nuk e di në qoftë se mundeni ta bëni, po kur e bëra unë, besoj se do e bëni edhe ju të gjithë. Kështu që po, unë jam super sugjeroj bovillën, ishte shumë bukur. Tani unë po ju le të vazhdoni të shikoni pjesën tjetër të videos. Do bësh me zhurmë? Është premte, po, e premte. Ka marrë adrolën nga kopshti, tani nuk po ri fare mirë, i ka ardhur edhe gjumi dhe i kuptoni. Jashtë ka filluar një shi, që qatë ju them. Këto ditë të fundit nuk po ma fare koha, normale ka me hak, por që unë e kuptoni ju, kush me një e di që në kohën e keqe nuk e dua, e sidomos shiun, por që që të bëjmë, si shtash e ka kohën për të bërë koha ka që keq. Shikoni mua me trupin që vishja në Finland. Po, mi dërgoj motra, i gjeti mundësim për të na i dërguar, e na dërgoj disa gjëra që kishim lënë aty që unë nuk i merja dot. Kishim marrë disa gjëra të tjera për adrolën, por që atë që doja shumë e kam të vesha tani. Duket pak kështu si holl, po të më marrë shumë grot, nuk e keni. Unë kam Game se ta va i ka marrë që nushi lodrën. Po thoja që unë nuk kam filmuar që të djelën. Po vjene djela edhe nuk e kam hapur fare. Iku mami para 2-3 ditësh. Unë prapë nuk kam filmuar edhe që kam qenë gjithkohën vetëm edhe kam pasur mundësi që të filmoj. Edhe nuk është se kemi dalë, vetëm dje dolën pak se donim një shami për adrolën, shkuam edhe pak e babi Endrit. Tjetër nuk kemi dalë, po thuajse fare, kështu për në markete dhe këto, po në vend tjetër nuk kemi dalë. Edhe për tani shpejt nuk është se kemi në plan. Kam parë në fakt në Vlorë një që bën cinnamon rolls, më doli në TikTok, por duke qenë se në datën 28 më duke bëhet një koncert, edhe themi të shkojmë, kështu që po mendojmë që edhe t'i provojmë atë ditë, se edhe të shkojmë tani, është shumë kohë e keqe, ja shkuam hëngrëm aty, po pastaj ku t'ikim, ç'a të bëjmë. Po, këto po ka shumë të reja dhe fundit, po na vjen edhe dhjetori. Unë në vlog pas e dini ju që nuk bëj. Nuk ja dal dot të filmoj çdo ditë, duke qenë se edhe nuk kam çfarë t'rregoj çdo ditë, por që ashtu siç e kam bërë edhe vjet, më duket ose par vjet, do filmoj çdo ditë, edhe do e jetë një vlog javor. Vlogmas javor. Tani këta të dy nuk po më lërat, kështu që në qoftë se do dalim ose do kem ndonjë gjë për t'i treguar, do ju ha prapë më vonë, se tani nuk po më lën më çmendë. Kemi pak që jemi kthyer. Unë direkt sa erdha lëshova flokët se ashtu të shtrënguar kam thënë që nuk i duroj dot më them koka. U fike edhe kjo. Vesha këtë direkt se është bër akull jashtë. Po di, por nuk e di. Kam tu qesën që vlen një 2 gjëra të Jumbo. Shkuam se donte Entri të shkonte një 2 gjëra për vete, tek Waikiki, duke qenë se Waikiki kemi ne këtu në Fier. Por që nuk gjeti edhe me kismet mbase do dalim nesër, ose do presim pastaj për Adrola, ose do presim pastaj për uljet e Black Friday, po të shikoj. Hyrëm kështu kot tek Jumbo dhe dolëm një 2 gjëra te Jumbo. Më duaj një për frutat,
që ta vendos tek tavolina të sallonit, sepse kemi mandarina. Na ka dhënë mami ende shumë mandarina. Po duke qenë se nuk e kisha një mbajtse fruta shumë të lezetshme për ta vendosur aty te salloni, i leni mandarinat këtej nga kuzhina edhe kur janë këtej syri nuk e shikon edhe nuk e kupton truri që tani ti po taj një mandarinë. Kështu që mora këtë, ta vendos tu dhe ta landi që ti kemi aty për ti ngrënë. Kjo ishte diku te 3 ose 4.000 lek, nuk e di, por këtë pjesën këtu e ka dru. Edhe Endri thoshte do të kalbet kjo. Por që mua më pëlqeu shumë që ishte e lezetshme. Pastaj mora një kapse për vete, një kapse të tilla e kam pasur, e kam bler edhe më parë te Jumbo, edhe më rezistoi shumë, si kjo që kam derisa fluturoj ojna. Po thoya që e kam pasur një të tillë dhe më ka rezistuar shumë, se kjo që kam vendosur janë thyer të gjitha këto dhembët. Mund të kem ngelur me 4 ndoshta. Kjo është bluza Adrolës kishte veshur. Edhe bleu Adrola këto me unaza, ishim shumë një lepurush. Kjo është tek Shpari, bledhëm kokoshka, shkuam që të blinim kokoshka nga ato që kanë 3 pako brenda, kush e ka iden. Kam bledh edhe më parë shumë mirë, por që nuk ishte, morëm thjesht një, e bërën çfarë, Endri me Adrola, edhe shishet me ujë, një tek lodrat ku shkuam, dhe një tek Këngërën Dark. Morëm edhe një me kokoshka, morëm edhe një kështu për të mbajtur kokoshkat, ishte dhe ajo 1.000 lek, dhe thash le tjetë në shtëpi, kur bëjmë kokoshka i futim aty që mos i futim të ajtasit e xhami, që mos ta thyra Adrola. Këto, kaq bleva. Hajri, pashikoni mu, kjo është putra që përdor me fjale të bukura, që na gjumi sy të zës. Po prindëri një mëngjes, shkon al kopësh, po dëshiri, po gjysha e të në mirë, kur da bon, fleme ka dalë, të lutë mami më falë, qupe mirë, s'ke qifua, së ndondare pjarës dua. Të tregoj shpejt e shpejt edhe këto gjëra që më erdhën nga Temu, më erdhën më në fund, se nuk e di, kam vonuar goxha këtë herë, mund të ketë shkuar 3 javë, ndoshta 4, diçka e tillë. Edhe mezi po i prisja në fakt, por që okej, po ja u tregoj gjithsesi. Unë i kam hapur se normale. I hapa direkt sa po i mora. Edhe është shalli. Shalli më pëlqeu goxha, është shumë i mirë, edhe është shumë i butë. Të tillë shall, vetëm se ishte pak më i gjerë. E kam parë tek HM-ja më duket në Finland dhe ishte diku te 20-30 euro diçka e tillë. Jo, i thash motrës, unë do e blej te Temu. Tani nuk shkon ky normale se do veshjen e dur, por që është goxha i madh, i plot, diçka e tillë. Po me kombinimin e dur, jo me këtë lelan që kam veshur unë, por që ky më pëlqeu shumë. Nuk e di sa arrini ta kuptoni që aty se sa i butë është. Shikoj. Shumë i butë, shumë i butë. Pastaj, to që kisha pritshmëri më të madhe dhe që ishin më shumë lek. Megjithëse unë i gjeta me ofertë dhe pata goxha ulje. Janë atletet që janë të tilla me push. Kështu janë shumë të bukura kur i shikon. Kështu, edhe ngjyrën e kanë shumë të bukur. Kishte edhe kafe më të errët, të pjekur. Kishte edhe bezh më duket. Kaki, por që mua më pëlqyen këto, as shumë të errta, as shumë të zbardhura. Kanë këtë ngjyrën e bukur me këtë pjesën e bardhë këtu. Kanë këtë pjesën e pushit që u jep shumë lezet. Problemi i vetëm i këtyre është që kur i vesh në këmbë, duket këmba këtu shumë e madhe, e gjerë kështu. Dhe mua këto lloj atletesh nuk është se më tërheqin shumë, por që më rinin fiks edhe nuk e di, a do më bëj punë për këtë periudhë. Edhe pse nuk janë robë këtej pjesa poshtë, s'besoj se do fusin ujë. Por që gjithsesi unë i mora që të kombinoj këto me shallin, duke qenë se ka pak kështu si bezh, si kafe të lehtë, me çantën, atë të voglën, bezh. Nuk e di. Edhe më pëlqen, edhe s'më pëlqen. Pastaj kam marrë edhe një kapse. Ju e dini fiksimin tim me kapsat, edhe është një kapsë kështu si fjongo. Që i lidh flokët gjysmë, shumë e bukur, e lezetshme, e vogël. Tani, unë nëse do mundem, do ju lej një link poshtë tek përshkrimi i videos, që të mund t'i përfitoni
pak me më shumë ofertë. Megjithëse unë i kam përfituar shumë më lirë se sa më dalin mua aty. E nuk e di, por që unë gjithsesi do ja ulem, nëse doni të merrni ndonjëra nga këto. Shallin, siç ju thash, më pëlqeu shumë. Ndoshta duhet ishte pak më i gjerë, më i plot, por që për aq leksa ka bërë shumë mirë. Duke pasur parasysh edhe çmimet që janë kudo, ka bërë pak. Por që në përgjithësi më kanë pëlqyer, e nuk është se kam pasur ndonjë zhgënjim të madh nga Temu. Këto të treja mua më kanë kushtuar, isha dhe pak lek në llogari, diku te 4000 lekë më duket, që kisha kthyer disa gjëra më parë. Edhe të treja këto më kanë kushtuar bashkë me ato, diku te 10.000 lekë. Kështu që në qoftë se ja gjeni atë volinti, jo pat një gjë dhe direkt të parosisni atë. Duhet të kontrolloni, mbase ka ndonjë shitës tjetër që i ka më lirë. Për shembull, këto atletet kur i mora unë, i ka marrë diku te 8.000 lekë, ndoshta 6.000 lekë, nuk e mbaj mend mirë, po diçka e tillë. Tani atje mua më dalin 18.000 lekë, që për një palë atlete të tilla nga Temu janë shumë. Nuk e di. Kështu që duhet t'i shikoni mirë çmimet, gjithsesi unë ju thash që do ja ulë linket poshtë. Po, tani do heq të rrëmujat këtu. Unë po mendoj që ta mbyll këtë vlogun. Nuk e kam idenë se i gjatë mund të ketë dalë, por që do e mbyll sepse kam diku tek 10 ditë ndoshta pa postuar video. Ka vajza që mezi i presin videot e mia. Kjo më bën të lumtur, kështu që do e mbyll tani. Edhe do e postoj nesër, që do me thënë sot gjatë natës të ke mundësinë ta editoj e ta përfundoj, edhe pse ka janë 2 ditë që po na ikin dritat natën. Pallati tonë edhe ndoshta 2-3 pallate te kjo lagja. Edhe nuk e di sa do kem bateri edhe do kem internet për ta edituar e për ta postuar. Por që gjithsesi unë do e mbyll, edhe do mundohem që keni mundësinë ta shikoni, edhe që koha është kështu me shi, kështu nuk e pushkon në këtë kohë, kështu që mënyra më e mirë është për të parë videot në YouTube. Po, shpresoj shumë që ky vlog të ketë pëlqyer, ashtu si ju them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Paqim! Paqim!